Në intervistën e ditës do të flasim për aktualitetin politik, por fillimisht për problemet në shëndetësi. Me mua në studio është Ministri i Shëndetësisë, zoti Azir Aliu. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Arsat. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Aliu, Komisioni i Brendshëm i Ministrisë së Shëndetësisë nxori në pa të dhëna shqetësuese, do thoja dhe tronditëse, lidhur me rastet e dyshimta pra të ndërhyrjeve në zemër, ku nga 19 raste që janë shqyrtuar, 10 ka parregullsi. Fillimisht pyetja ime e parë është se si është gjendja shëndetësore e këtyre pacientëve. Faleminderit shumë për pyetjen. Pra, si qeveri dhe si ministri, patëm guxim që ta fillojmë një proces i cili nuk dinim ku do të del, po dinim që është i patjetërsueshëm. Ne duam të krijojmë institucione shtetërore ku do të punojmë për njerëzit, e jo njerëzit të cilët do të mendojnë se si të mbijetojnë në këto institucione shtetërore. Dhe pikërisht në këtë linjë hapëm procedurat e brendshme, krijuam një grup ekspertësh që punuan për të gjithë rastet që ishin të ngritura si shqetësime, si në aspektin e kapaciteteve institucionale që neve na dhanë informata, ashtu edhe në aspektin e informatave që i morëm nga persona, pacient që kanë qenë pjesë e institucioneve shëndetësore. Pra ishte një periudhë 11 seanca pune që kaluan këto ekspert, ekspert kardiolog dhe kardiokirurg, administrator dhe jurist brenda, me qëllim që ta analizojnë të gjithë folderat, portfoliot, si në aspektin administrativ, ashtu edhe në aspektin klinik. Pas një pune jashtëzakonisht profesionale dhe me një energji nga të gjithë grupi punues, vlen të theksoj që grupi punues nuk janë vetëm institucione shtetërore, por janë edhe publike dhe private. Pra gjithsesi metodologjia në takimin e parë ishte e tillë që për çdo folder, për çdo case, për çdo rast, të ftohet edhe personi, mjeku i cili ka qenë pjesë e këtij procesimi të rastit shëndetësor, me qëllim që të kemi një transparencë dhe mos lejmë asnjë hapësirë më të vogël që të dyshon pacienti apo institucioni i cili ka qenë pjesë e institucionit shëndetësor ku ky pacient është ekzaminuar. Kështu që për fat mirë, pas 11 seancave të punës, dolëm me preskonferencën e parë, ashtu siç premtova në preskonferencën kur e filluam këtë procedurë që do të jemi transparent deri në fund, dhe shpallëm që nga 25 raste që ky komision i pati, 6 prej tyre janë raste administrative dhe nuk duhet të trajtohen në aspekt klinik dhe ato shkruan në inspektorat, ndërsa nga 19, 10 prej atyre rezultuan që kanë, le të themi, ka mundësi dhe ka paqartësi pse janë bërë këto operacione mbi këto pacient. Kjo ishte faza e parë. Duhet bëhej operacion ndërhyrje në zemër të këta pacient? Simbas rezultateve dhe raporteve që i kemi, ashtu rezulton, po nuk do të ndalim procedurën këtu. Ky komision do të vazhdon me fazën e dytë. Faza e dytë është... Fillimisht, këta pacient, cilat janë pasojat të këta pacient? Tani do të dalë aty, veç ta përmbylli as aktivitetin e grupit profesional intern, pasi që kemi edhe një grup ekspertësh nga jashtë. Pra, pasi që ky grup përfundoi me ekzaminimin administrativ dhe klinik të këtyre pacientëve, bëri raportin e parë, i cili raport për mua është raport jo final, draft, pasi që dua edhe një hap të shkojmë më tej me 3 ekspertë nga jashtë, bashkë me grupin punues nga brenda, ti shqyrtojnë edhe një herë këto raste dhe ta bëjnë një raport përfundimtar, pasi që raporti përfundimtar detyrimisht do të na jep neve një rrugtim se si të krijojmë ligjet dhe protokollet në shëndetësi që mos ndodhin kështu raste në të ardhmen, dhe që është shumë kyçe për mua, çdo qytetar i shtetit të rrisë dhe të beson në institucione shëndetësore, pasi që pa besimin në institucione shëndetësore nga ana e pacientëve, neve nuk kemi institucione siç duhet i kemi. Pra, këto pacient i kam portfolion komplet nga dita e parë deri në ditën e fundit, le t'ja lejmë kohës që edhe një herë ekspertët nga jashtë ti evaluojmë bashkë me ekspertët nga brenda dhe të dalim me raportin përfundimtar. Dhe këtu nuk ndalemi. Pra, koordinimi ndërmjet institucioneve shtetërore dhe publike dhe private në shtet bashkë me grupin ekspert, do të bëjnë edhe njëherë analiza brenda tani do të shkojnë këto ekspert në këto institucione, që të bëjnë edhe një ekzaminim të brendshëm në aspekt të protokolleve brenda në institucione shëndetësore,
dhe unë jam shumë i sigurt që në fund ky raport do të jetë një rrugtim, një protokoll i cili do të na jep mundësi të ndryshojmë ligje apo të krijojmë protokolle të reja për shëndetësinë në shtetin tonë. Pra këta pacient në çfarë gjendje shëndetësore janë pas ndërhyrjeve kirurgjike që Pra, kanë qenë disa prej ndoshta atyre të në gjendje shëndetësore të mirë, disa janë me probleme shëndetësore, po le t'ja lejmë kohës që të del raporti përfundimtar. Në raportin përfundimtar të CEK-i që do të ketë edhe emrat të institucioneve, pasi që në këtë periudhë kohore pati grupe të qytetarëve apo të partive politike opozitare që shumë shpesh më thirrën pse ministri nuk del me emrat të institucioneve shëndetësore që ka pasur pacient të tillë. Unë ju garantoj që këto emra të këtyre institucioneve janë në 11 raportet e grupit punues, për hir të korrektësisë dhe transparencës maksimale dhe për hir të aspektit senzibil që është kur bëhet fjalë për pacient dhe për shëndetin e qytetarit, unë dua që edhe një herë ky grup punues bashkë me 3 ekspertë ndërkombëtar të shqyrtojnë raste dhe të jemi 100% të sigurt që këto raste janë raste që nuk është dashur të ekzaminohet operacion mbi to. Më pas këto raporte a do të bëhen publike? Gjithsesi, do të kemi një pres konferencë që në detaje do të dalim kuptohet jo me emrat e pacientëve, por me emrat e institucioneve që janë ekzaminuar këto pacient dhe pastaj do të dalim gjithsesi edhe me zgjidhje të problemit që momentalisht e kemi në institucione shëndetësore në shtet. Shumica e rasteve te institucionet apo te klinikat shtetërore apo te ato privatet? Më lejoni që në këtë periudhë mos jap kështu detaje, pasi që u zotuam që do t'japim detaje, shumë detaje me emra të institucioneve në raportin përfundimtar, të respektojmë edhe njëherë institucione shëndetësore dhe qytetarin, pasi që unë mbaj bindje që nëse sot përshpejtojmë me një prej elementeve kyçe që është edhe institucioni shëndetësor dhe nëse rezulton që ndonjë prej këtyre pacientëve, qytetarëve nuk është që është trajtuar keq, do të dalim neve si institucion, si ministri keq përpara qytetarëve. Unë dua që qytetarët të besojnë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe pastaj si rezultat të besojnë edhe në politikbërjen e shëndetit dhe institucioneve shëndetësore në shtet. Megjithatë prapë këto të dhëna janë shqetësuese nëse janë kryer ndërhyrje kirurgjike vetëm për përfitime financiare, normalisht që qytetarët humbin besimin te institucionet shëndetësore. Çfarë do të bëni nëse edhe komisioni nga ekspertë huaj konfirmon këto gjetje, cili do të jetë hapi i radhës? Çfarë do të ndodh me këta mjek që i kanë bërë këto, ndërhyrje pa pasur nevoja dhe me këto klinika ku janë kryer këto operacione? Pra, Ministria e Shëndetësisë dhe grupi ekspert tani me plus 3 ekspert nga jashtë, do të bëjnë raportin përfundimtar i cili do të jetë transparent, do të jetë në web faqen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ne si Ministri, si organ, do të marrim të gjitha masat si në aspekt juridik, ashtu edhe në aspekt të krijimit të politikave në shëndetësinë publike dhe private, me qëllim që të krijojmë një frame. Po pasoja do të ketë licenca marrje ose për klinikat? Pas raportit përfundimtar, ne do t'i përcjellim në të gjithë institucionet shtetërore që janë lidhur direkt apo indirekt me dhënien e shërbimeve në institucione shëndetësore dhe gjithsesi do t'u alejmë atyre. Unë besoni që veç në një takim në fillim kam marrur pjesë kur është definuar metodologjia e punës dhe në takimin e fundit kur bëm pres konferencën në qeveri, me qëllim që ekspertët të punojnë të pavarur, pasi aty kemi, edhe njerë theksoj, mjek që janë edhe nga shëndetësia publike dhe nga privatja, dhe doja t'i lej që vetëm në bazë të protokolleve që janë të definuara, të ndjekin procedurat që janë ekzaminuar këto pacient. Ju garantoj që në fund të gjithë raportet, edhe raporti i tillë, po të gjithë të dhënat me portfolion e pacientëve do të shkojnë në të gjithë organet shtetërore që janë direkt dhe indirekt të lidhura. Kush janë ato? Siç lidhet nga prokuroria deri tek oda e mjekëve, pastaj neve përsëri ato janë të pavarur, do duhet të japin raport për procedurat që do t'i ngrisin nga e para për këto institucione shëndetësore, për këto mjekë që kanë qenë pjesë e këtij procesi. Kur pritet raporti final? Ende, për shkak të zgjedhjeve lokale që i patëm, neve ende nuk kemi, tani është procedura e nënshkrimit të kontratave, lidhjes së kontratave me këto 3 ekspert nga jashtë.
pastaj e dini që të gjithë si grup punues, edhe grupi punues brenda në ministri, nga shteti jonë, edhe grupi punues nga jashtë, janë ekspert të rangut të lartë dhe do të shohim se si do të jetë organizimi kohor i grumbullimit të gjithë ekspertëve në një ditë në të njëjtën kohë që të merren me këto procese. Ne do ta bëjmë hibride këtë që ta përshpejtojmë punën, pra takimet e para do të jenë online, ndërsa takimet që duhet të ndjeken pjesa klinike duhet patjetër fizikisht të jenë, do të shohin CD-ja, të shohin procedurën klinike në bazë të protokolleve të definuara për çdo sëmundje. Dhe në fund, pasi që do të përfundojnë këto procedura administrative dhe klinike, ne do të dalim me raportin përfundimtar përpara mediumit. Do ta çoni këtë proces deri në fund, tani ju pyes edhe në kuadër të zhvillimeve të fundit dhe rokadave që janë paralajmëruar në qeveri. Ju thatë se fati juaj, kushtimisht thënë, varet nga kryeministri Mickovski. Do të mbeteni ministër i shëndetësisë? Çdo vend pozicion politik është pozicion politik dhe është funksion. Dhe këtu nuk hapet konkurs për të konkuruar dhe për të bërë ministër apo drejtor. Pra gjithsesi lidhet me reformat që bëhen dhe me politikat në institucione shtetërore, në këtë rast në qeveri. Pra qeveria bën reforma dy herë, me dy qasje, se thash dy herë. E para është në aspekt funksional, nëse ndonjë ministri apo ndonjë institucion shtetëror nuk funksionon dhe duhet të reformosh që të funksionon, ose në aspekt politik, nëse ndryshon struktura politike apo qasja politike ndaj krijimit të politikave në ndonjë resor. Pra, as nuk jam marrur, as nuk merrem me këtë pjesë, dua të krijoj institucion i cili do jetë i pavarur nga personi i parë dhe për këtë arsye kam ngritur reforma ligjore. Sot punojmë 12 ligje që bëjmë ndryshimin e tyre, që t'jenë në përputhje me shtyllat bazike, 5 shtyllat tona që kemi dalur si ministri dhe unë si ministër i shëndetësisë. Pra, ideja e çdo ministri uroj që të jetë të lënë diçka edhe pas periudhës kur ai ka menaxhuar me një institucion dhe kjo është kënaqësia më e madhe për i çdo ministri, le të themi, apo drejtori apo personi që menaxhon me një institucion publik. Pra, ky raport dhe ky material ju garantoj që do të jetë material i cili do të ndikon pozitivisht në ekosistemin shëndetësor në shtet, për shkak se nuk mund ta anashkalon asnjë ministër, as unë, as asnjë ministër tjetër, pasi që është raport i cili është i krijuar nga ekspert ndërkombëtar dhe nacional, dhe ky do të jetë një udhërrëfyes për krijimin e politikave shtetërore në vend. Pas takimit të fundit që patët me kryeministrin Hristijan Mickovski, tha që Vleni nuk do të ketë një pozitë shtesë në qeveri, por Vlen duhet bëjë tani kombinimet për të mbushur vendet vakante në përministri. Keni arritur marrëveshje se si do duket Pra atë që përmenda më herët, struktura organizimi politik, në këtë rast kemi dy koalicione, koalicioni i brendshëm që është Vlen, me 4 parti politike, dhe koalicioni qeveritar, i cili është ndërmjet Vlenit, VMRO-s dhe Znamit. Pra struktura organizative politike momentalisht në qeveri është kjo si është, me numrat e resoreve këto që janë, ndërsa struktura organizative politike brenda për brenda Vlenit është procesi i cili është ende i papërfunduar dhe uroj për shumë shkurt kohë të përfundon. Sot e patëm edhe në lajme pak më herët, nuk po arrini marrëveshje për këshillin e Strugës, do t'ja jepni kreun e këshillit VMRO-s siç e kërkon? Pra e dini që në Struk ne kemi si Vlen, kemi përkrahur kandidatin të pavarur me ndyqyrën. Është një biznesmen, një person i cili është treguar se ka rezultate në sektorin privat, po gjithsesi që ka dhënë shumë për Strugën edhe nga pozicioni një biznesmeni. Ne besojmë thellë që mund ta menaxhojnë edhe këtë situatë politike. E dini që situatat politike dhe administrative janë ndryshe nga ato të sektorit privat, ku të them të vërtetën më lehtë është të menaxhosh me proceset në sektorin privat, pasi që protokollet janë qartë të definuara. Në politik duhet të bësh edhe ndonjëherë lëshime politike apo administrim të procesit politik. Pra uroj, unë jam shumë i sigurt që me ndyqyra do t'ja del edhe do të kemi një Struk e cila do të jetë ndryshe pas 4 viteve se sa ajo Struk që e shohim sot.
Çfarë do të ndodh me kreun e këshillit, ju pyeta, sepse këtu duhet të merren vesh partitë, vleni me vëmëron. Pra, gjithsesi, kryetari i një komunë është figura kyçe për menaxhimin e politikave dhe krijimin e politikave në atë komunë. Gjithsesi, pavarësisht të strukturës politike të këshillit, rolin kyç dhe strukturën kyçe për menaxhimin me proceset politike brenda për brenda këshillit duhet ta ketë kryetari i komunës, dhe unë jam shumë i sigurt që bashkë me Vlenin, me Vëmëron dhe me Znamin, si koalicion qeveritar, do të gjenë gjut përbashkët. Ne përkrahim çdo vendim politik që mund të merret në nivel të Strugës, pasi që ne vërtet besojmë pas një periudhe shumë të gjatë, Struga meriton të jetë ndryshe. Zoti Aliu, u shpallën zgjedhjet edhe për komunën e Gostivarit aty, ku nuk arrit censusi në zgjedhjet lokale. Do të insistoni që kandidati të jetë sërish nga radhët e ASH-s, që është në kuadër të Vlenit, ose mund të jetë edhe kandidati cilës do parti që është pjesë e Vlenit? Pra, nga Struga tani shkojmë në Gostivar, në një qytet i cili... Do shta dhe keni vendosur tashmë për kandidatin. Një qytet i cili vërtet meriton, ashtu siç meriton Struga, një ndryshim në nivel lokal, për dy arsye. Arsyet janë të njëjta, si në Strugë ashtu edhe në Gostivar, dhe shumë mirë lidhet tema. Pra, në Gostivar, qyteti është menaxhuar 22 vjet nga gati 22 vjet, po t'i lidhim lart poshtë minus 4 vjet të kohës së Rufi Osmanit, nga pozitat e BDI-s, kur ka qenë në pozitë në nivel qendror dhe në nivel lokal, dhe 8 vite në bashkëpunim përsëri me BDI-n nga Taravari, i cili në nivel lokal ka menaxhuar me komunën, ndërsa në nivel qendror ka bashkëpunuar me qeverin. Pra, për këtë arsye, themi që komuna e Gostivarit meriton një ndryshim. Ne shumë seriozisht e marrim çështjen e ngritjes së vetëdijes dhe cilësisë së kandidatëve në Gostivar, pasi që Gostivari le që mendon ndryshe nga kjo që e ka sot, edhe ajo tregua që në Gostivar nuk ka arrit për fatkeq census nga 33.33%, dhe tani strategjia duhet të ndryshon komplet, si në aspektet qasjes deri tek qytetari që ta informojmë që është shumë e rëndësishme çdo votë, çdo dalje në vendvotim, ashtu edhe në aspekt të cilësisë së punës së qytetarit, që të jetë aktiv në politikë bërjen në nivel lokal, dhe unë ju garantoj që për 2-3 ditë do dalim shumë shpejt me një strategji të re, e cila do të jetë një strategji... Kush do të jetë keni vendosur? Përfol zonja Saranda Imeri. Ende jemi në nivel lokal duke analizuar, e dini se këto janë politika lokale që kryesisht duhet të analizohen në bazë të strukturave, organizimeve dhe aktiviteteve në nivel lokal dhe problemeve që hasen në nivel lokal, dhe unë jam veç diçka i sigurt që zgjidhja që do ta bëjmë dhe strategjia që do të jetë e Vlenit në Gostivar, jo veç në Gostivar, edhe në Vrapçisht, do të jetë një zgjidhje e cila do të jetë në favor të qytetarit dhe të këtyre dy komunave, pasi që mos harrojmë që komuna e Gostivarit është komuna me më shumë borxhe në nivel të gjithë komunave në nivel të shtetit, dhe cilësia e jetës në Gostivar është ndryshe nga cilësia e jetës në qytetet të tjera. Mos flasim për rinin dhe për format të tjera, për dhënien e kontenteve në nivel lokal. Gjithashtu e njëjta është edhe në Vrapçisht, kështu që Vleni edhe në Vrapçisht edhe në Gostivar do të dalë me një strategji e cila do të jetë fitues. Jemi në fund të minutave, do doja fare në fund, kemi parë aktivitetet shtuara të aleancës suaj në teren me strukturat, në kohën që nuk ka një iniciativë pak më serioze për ta shkrirë Vlenin në një parti, a mendoni për ta themeluar për ta regjistruar një parti? Pra, takimet që i bajmë shumë e vërtet, çdo natë kemi takime me strukturat tona, si me rinin, ashtu me forumin e gruas, edhe me qytetarët, pasi që duam edhe njëherë t'i falenderojmë për një rezultat jashtëzakonisht shumë të mirë në nivel të shtetit. Pra, komunikimi me qytetarët nuk duhet të jetë vetëm përpara zgjedhjeve lokale apo parlamentare apo presidenciale, duhet të jetë një vazhdimsi. Ne si prirës të politikave në Aleancën për Shqiptarët duam të ndryshojmë edhe qasjen e komunikimit me qytetarët dhe me votuesit tonë. Pra, votuesi për neve është i shejtë dhe duam t'i themi që edhe pas zgjedhjeve lokale jemi bashkë, dim të ju dëgjojmë dhe dim të krijojmë politika bashkë. Ju e dini që edhe në Ministrinë e Shëndetësisë neve, unë kam kabinetin e hapur dhe kjo transparencë me qytetarët është një qasje që ndoshta duket e çuditshme,
por është qasje e cila duhet të penetron në politikat, sidomos në politikë bërjen tek shqiptarët, pasi që kemi ditur që shumë shpesh ti harrojmë qytetarët pas zgjedhjeve dhe këte nuk duam që të jetë një vazhdimësi e politikave të partive të vjetra, dhe për këtë arsye do të vazhdojmë dhe çdo natë kemi takime me grupe të ndryshme, sa i përket strukturimit organizativ politik. Ne kemi dalur me qëndrim që Vleni duhet jetë një parti politike dhe punojmë që Vleni të jetë një parti politike dhe këte duan dhe qytetarët, do të jetë një strukturë organizative politike. Struktura dhe organogrami dhe funksionaliteti brenda është teme debateve që bëjmë ne në brenda për brenda, po ju garantoj diçka që struktura që do të del një Vlen më i fuqishëm dhe më mirë organizuar do të jetë ndryshe nga të gjithë partitë politike që janë këtu, jo vetëm në aspektin e qasjes dhe komunikimit qytetar politik bërje, por dhe në aspektin e dhënjes së transparencës dhe llogaridhënies për krijimin e politikave në shtet. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit shumë për kohën.